Dje në orët e pasdites, në një ceremoni solemne në stadiumin e klubit të futbollit Tërnoci në fshatin Tërnoc të komunës së Bujanocit dhe me defilimin e ekipeve pjesëmarrëse, nisi edicioni 20, jubilari turneut mbar kombëtar të futbollit për fëmijë U15 me moton Tërnoci 2025, që këtë vit përkon me manifestimin Ditët e Komandant Leshit. Si tradicionalisht edhe kësaj radhe, pjesëmarrës janë reprezentacionet nga qyteti Durrësit, Tetovës, Pejës, Ulqinit, Bujanocit. Ky turne është më shumë se një garë sportive, është një festë e unitetit, vllazërisë dhe krenarisë tonë kombëtare. Këtë edicion e shpalli të hapur numri 1 i komunës së Bujanocit, kryetari Arbër Pajaziti, i cili ekipeve ju dëshiroi suksese dhe le të fitojë më i miri. Të nderuar mysafirë nga të gjitha trojet shqiptare, të nderuar sportistë, sportdashës, të nderuar bashkëqytetarë, është kënaqësi dhe emocion i veçantë për mua që në jubileun e 20 të shpallë të hapur këtë turne në edicionin e 20 të turneut mbarkombëtar që këtë vit një fuqir është KF Tërnoci bashkë me komunën e Bujanocit. Krahas përfaqësuesve nga qytetet pjesëmarrëse në këtë edicion jubilari, pranishëm ishte dhe ideatori i këtij projekti gjithkombëtar i futbollit për fëmijë, ish drejtori i Qendrës Kulturore për Fëmijët e Durrësit, Naim Kërçuku. Tu janë fëmijë shqiptar nga Shqipëria, nga Kosova, nga Maqedonia e Veriut, nga Malizi dhe nga Lugina Heroike e Preshevës. Një duatrokitje për këto fëmijë, për organizatorët, sepse kjo veprimtari nuk është zhvilluar si ajo e festojës që është miqësia të sotmes është pak atë nefes, që është një slogan i OKB-s, i unitetit, por është vëllazërimi i mëtejshëm i shqiptarëve. Unë ju falenderoj dhe uroj të fitoj më njëri, por të fitoj të gjithë, sepse vëllazërohen fëmijët, vëllazërohen të rriturit edhe e çën ato tjetër që është shqiptare. Mbrëm në kuadër të këtij turneu u zhvilluan 3 ndeshje dhe u shënuan këto rezultate. Tërnoci Tetova 4-3, Durrësi Ulqini 3-1, Peja Tetova 2-1. Turneu vazhdon edhe gjatë ditës së sotme, ndërsa pas përfundimit të garave do të organizohet mbyllja zyrtare, ku edhe do të shpallen 3 ekipet e para dhe ekipi më i disiplinuar. Në mbylljen solemne të pranishëm do të jenë dhe përfaqësues të komunave.